Kjo limited edition, huh? Okay, amazing. Wow. Kishtu vinyl player? E kom vinyl player edhe faktikisht e kom ma kam pru për ditëlindjen një vinyl player edhe tamam kjo ka me qenë vinyl I parë që ka me play aty. Po? Ja, po dhe se ta zgjon si zana. Kërë kemi bo, më thëjke bonartë dush me dërzu kongët ma herët që mja që Qatë kishe? Nga nishi. Nga nishi, ja. Thëjke bonartë dush me dërzu kongët ma herët me kry, për mja dërzu kompanisë që I prodhan, sa ta spresen. Normal. Shpresim na, edhe në po hajtaj, dhe nja 2 kongë që të variant jenë pak se të pakryme. Apo? Qëre, kjo... Se unë ndroj moment fundit, o, su për Aja është eksperienca e vinyl. Puna e kongëve të pakryme e ka një të mirë, se ndërlidhet masanej me ata që I dëgjojnë kongët e pakryme dhe mundohen me jadhon verzionin e vetë kongës pakryme. Si kur pikturat abstrakte, aden që ndërlidhesh edhe krijon historien tonë, tregimin tënë, me këto të pakrymet. Për që është anchor, është ndërlidhje e mirë. A, këto, qysh, bile, njerë du me ngu, masanej duhet me shtirë këse. Falenderit. Prej yllit, matmirit, fillimisht du e dhënë me ta vuru një mirë njohje, sepse meriton. E meriton, se je I mrekulluar shumë, je faktikisht inspirim për gjenerata të reja, nga bën krenar, reprezenton Prishtinën, sidomos kryeqytetin, kudo që ki koncerte edhe jemi shumë falenderues që një ambasador I mrekulluar shumë I artit e kulturës për kryeqytet, prandaj edhe këto me zemër për ty prej Prishtine. Edhe Prishtina të dënë e të shmanë. Falenderit. Praneshme është ndërë dhe si, si full circle të njën për Prishtinës, në Karlit, që këtë qëtetë shto rrugë, edhe me marrë këtë njënjoni për juve për qytetit ta është njëni për moment dhe më të bugra të jetës time. Falenderit shumë, Falshundet. Të kripë të mbara, sukses ma sukses edhe gjithmonë. Për Prishtinën, Prishtina dënë e të shmonë. A I kënë, a dëmë kredër, apo?